për gjithë të pranishëm, njerëz të ardhur fetrar, ju shkrimtarë që keni ardhur nga pjesë të ndryshme të trojeve shqiptare, artëdashës të fjalës artistike e në veçantë familja e herojit Agim Ramadanit dhe ju zonë e nderuar zona Shëndje Ramadanit. Mirë se keni ardhur në pjesën vetrare Muza e Agimit, që bëhet si pjesë e pandashme e manifestimit tradicional kulturor në ditën e Agimit, që bëhet pikërisht në ditën e lindjes së poetit, piktorit, strategut të betejës më të lavdishme të shqiptarëve për 3 vite pavarësinë e shtetë në 100 vjetëshin e fundit. Për një fjalë përshëndetje në këtë orë letrare, ftojmë në foltore në emër të familjes Ramadani, vëllain të ndjerit herojit Agim Ramadanin, doktor Jasha Ramadanin, një herëse vëllai i herojit tonë të tjerë. Të nderuar pjesëmarrës, dashamirë të fjalës së shënduar, figura poetike e Agimit ishte e tillë në shumë lami, edhe atë ushtarake, edhe poezia, edhe arti, sporti, të gjitha. Sot është dita kur e përkujtojmë për një zvarë. Edhe normalisht është pak si qëllimi po juve poete, se shkrojnë në gjithë ditë, po nuk dime e ditë është pasio. Ju gjatë në ditjes, varë që në të juaj, sigurisht e këtë përjetuar. Edhe ajë këtë ditë, sigurisht që përjetuar, s'bashku me një. Ju fajnë të e që e përjetuar, dhe e njës dhe e fëshërë që të. Ju faleminderit të nderuar të pranishëm këtë edicion, e nisim me një poezi përkushtjuese për herojin tonë Agim Ramadanin, nga shkrimtari i qmuar Ibrahim Kadriu, që zhjetën e pa gjithë herë të zemër dhe për herë të parë na mungon në Muzën e Agimit. Kuptohet që për shkaqe shëndetore, andaj përmes poezisë të tij, që do ta deklamojë për ne poetja e ditës Manushi Dushku, do ta ndjejmë pranimin e tij duke i uruar shëndet dhe i të gjatë. Qëllimi ishte të udhëtoja gjatë, të gropoja të qëndroja në periferinë e disponimit. Fshati, si ishte më aty ku e kisha nga në para qësë në shekull. Kishte vetëm shikime që kërkojnë sekrete, nga kalimtari i vonuar që shkeli në kurreshtjen e tyre. Isha i gatshëm të gjeja shkatës për romantik, se fundja aty e kisha parë djelën për herë të parë. Isha njoftuar me Naimi duke shëtitur kopshtin e tij dhe betohesha në vetvete se do të bëhesha fri e metaforave që do të ngjeshja varë për fshatin. Qëllimi ishte t'i bëja ato vizita. Kishin ndërruar adresat, kishin mbetur vetëm dhëmbjet, kishin kaluar andej të gjitha fyrjet dhe e kishin humbrarë. Milazimi ishte më të priste për shëndetjet e nxënësve. Si ishin edhe të tjerët. Të gjithë ishin falur homazheve. Prej Agim Ramadanit kishte arritur jehona, vargu, piktura dhe fama. Dugagjini kishte marrë në shekull për t'ia ruajtur eshtrat, Dugagjini kishte sjellë rrëfimet në fshat. E fshati qëndronte gatitur para fotografisë, para shtëpive të djegura, i gëzoi lirisë. Tek përshëndetjen me ushtari që kishte lënë familjen Namet dhe thoshte: "Në fshat mund të jetohet pa frikë." Qëllimi ishte të arrija triumfalisht, të pushoja aty ku për jetë kisha ndjerë njoftin, ku shpirti sa herë kishte marrë rati dhe kur s'kishte mundur të shëroj nga pravet. Qëllimi ishte i mirë, e fshati në atë mes të mirë, i fale e pikës duke i ndërruar punët tash, me Agim Ramadanin hero. Faleminderit. Ju faleminderit e nderuar.
Sot jemi mbledhur për të nderuar kujtimin dhe veprën e Aghet Ramadanit, një figure që bashkoi penën dhe pushtën, artin dhe adetashërinë, shpirtin lirues dhe sakrificën për liri. Ditët e agimit nuk janë vetëm ditë kujtimi, por edhe ditë frymëzimi, krenarie e reflektimit mbi vlerat që ai ka pas. Organizatori i këtij manifestimi tradicional kulturor, shoqata Ditët e Agimit, në bashkëpunim me Asociacionin Alternativ të Shkrimtarëve të Kosovës me Gjilan, Artklubin Beqer Muzeu, për ta shënuar së miri ditën e lidhjes së heroit tonë Aghet Ramadanit, ka përgatitur një listë me emrat e poetëve, të cilët do t'i lexojnë poezitë e tyre në orën e marrë letrare të këtij manifestimi kulturor. Juria letrare në përbërje nga shkrimtari Mehmet Ali Recep, shkrimtari dhe studiuesi Nedjat Rexha, si dhe kritika letrare Zbrafete Shala, prej 22 poezive që ishin gjithsej, 3 prej tyre janë jashtë konkurrencës, ka përgjedhur 3 poezitë më të mira për 3 çmimet e caktuara nga organizatorët, shpallja e të cilave do të bëhet pas leximit të poezive. Andaj, në vazhdim do t'i thrasim autorët sipas listës së publikuar për t'i lexuar poezitë e tyre. Këtë listë po e fillon me 2 poetë, fillimisht poetin Albina Idrisi nga Gjirani, më pas poetin Ardian Haziri nga Kutia. Shëndetje të gjithëve. Ka ditë si kjo ditë. Ka ditë kur dita shtriqet të vi i ngutur ende nga gjendje e fanë të natës që mezi i. Thuha se rrete të mbledhna për që apin për shendin e një motë monti. Ka ditë kur i lyjet si kresi në dorë e mbillën në sy, si për të parë lindjen e një mëngjesi të agim të biçardakur e antarëve të tërësitura paravele. Ka ditë kur ballet e lapidarëve shëndritin më me burë, si për të mbushur me prani vitet e pajetuara, me firohën e freskët që ngjizin gjithnaja të rëfimeve të zgjuara. Ka ditë si kjo ditë. Përshëndetje për gjithë. Poezia ime mban titullin Agu ndriques. Natës së gjatë po i vjen fundi, numëron vargun e humbjeve në brendësi. I trokiti i muzëve jetës është në agoni. Agu ndriques pjashton peshën e ankthit, duke fërkuar çepallat me eshtrat e duarve, për ta parë dritën e shqipshekullit të ri, për të bërë përjetësi. Ai që mposhti skëterën me plot guxim, thithi një cigare për zori tymin me dorë, me çizmën e tij shkeli mbi atë gur, është agu ynë që një mur e ktheu në ur. Edhe në vijën e frontit arti shkonte nga pas, poezia dhe peneli me ngjyrat e dashurisë, atij që në ajkën e rinisë na la pikturën e madhe të lirisë. Ju falenderoj. Ju falenderit, vazhdoj me 2 poetët e tjerë, në fillim poetin Arsim Halili nga Kosova Lindore, më pas poeti Bake Krasniqi nga Kamenica. Përshëndetje. Poezia ime titullohet Braktisja gravuar. Guri trembur në ndanë në atë dheune në përkëmbë. Sa herë kaloj udhë kryqeve, i trembëm qetësisë tënde, refuzoj të busqesh për i natë të djallit. Shtëpisë gjelbër, rallë, i silën 7 hije tua, nuk ishte dëshira fundit për skaj të kalojnë mantelçmendurit. Kush e fshiu kaligrafinë e gravuar, braktisja i vë një emër tjetër. Faleminderit.
Baki Krasniqi, poezia mban titullin Republika. Republik, kur erdhe në jetë nuk u gëzove, qare, ne ndezëm shumë fishek zjarë, vajet i parë e jëmbël i poshtnjëris u zbukurua në telat e qiftelis. Erdhe, kur binte shi si me kënat, edhe borë edhe sklot, po të bora ishte e ngrot, shkrihej sa po binte në tokë. Dikur, prirët e tu me vlerë, u njoftuan në tendë, kur hanin buk veç me dhallë e mish s'kishin as për bajram. Kërkëndoj qyqja, u këthyë në vatrën e shkrumë, bashkë me zogjt e hekurit që natën në bandit. Si edhe dhelë pra prak kishte ikur, nuk i shqiteshin më as prallat, as dinakrit. Mu kujtohen fëmijët që loznin në përgërmalla, e në hi pikturonin Ilberin, burra e gra, si dikur osmantake, valzonin në përvarre. Republik, u dëshëm plot 10 vjetë të ndërtojmë shtëpinë e re. Kemi mbjell lule borë e lule kuqe në kopsht. Kemi sjell lule nga bjesht e unikut e pashtrikut, por ka edhe lule amerikane e tulipan të Holandës. Republik, sot gjerrit ke lëshuar shtatë, liri ka me bëllëk, për të gjithë, bile e për hajna e delengji, kujdes, bardhësia mund të verboj sytë edhe ty. Ju faleminderit. Ju faleminderit. Ftojmë poetin Burhanedin Gjemali nga Kumanova. Përshëndetje për të gjithë, vetëm për organizatorët e këtij manifestimi literar. Drita e pashuar. Diku larg meje te mbeti një dritë e pashuar dhe një kujtim i paharruar që ngjitet lart e më lart, kur biem në pikëllim e zbret si meteor brenda ëndrrave tona, kur përmallimi gufon si vulkan i etur për të na kthyer për një çast në atë kohë, në atë vend të paharruar të drita e pashuar. Faleminderit. Ju faleminderit. Vazhdojmë me poetin Plener Hajdari nga Gjirani, më pas me poetin Fadel Halimi nga Podujeva. Përshëndetje. Në mes dy botëve që s'flasin, ti vjen si me qenë gjithë shka e thjeshtë, si me u harru krejt që ka ekziston jashtë. Unë s'pës, s'ndalem, veç rri aty, si një frym që e ka harru prej ka ardhë. Na qëtësi që na mbështjellë si tëm, koha nuk ecë. S'ka fillim, s'ka fond, veç një mes i gatë ku çdo mendim i tij për të nalet vetë. Diku larg, një tjetër jetë vazhdon pa u dridhë. Një emën që stirret këtë hapësirë, një realitet që rën si hije mbi ne. Sa her dalë, më kthehet ajri ndryshe, si me u bo ma i ftoft, ma i rand krahëror. S'është faj që më shtrëngon, as s'është pafajsi, veç një peshë që s'din ku me ullë. Se ka ne që s'kërkojnë dritë, veç me u jetu që ashtu si janë të ftofta të heshtuna. E ka ndjenja që s'pysin kur që ka dënë, veç mësoj me u mshëll mrena tyne. E unë jam këtu në mes të dy botëve që s'flasin, njona më tret me u këthyje, tjetra më bën me metë. E ma i randa s'është me zgjedh mes tyne, por me u mësu me jetu në këtë mes që s'lën. Faleminderit. Përshëndetje për familjen e Herojt Agejmë Ramadani, përshëndetje edhe për të gjithë ju mishë dhe dashamirë të fjales artistike. Unë për këtë manifestim kam zgjedhur një poezi të shkurtër me disa vargje.
për gruan që e mplaku dhimbja. Gruan e plaku dhimbja për burrin e thinjur e për lojën e fshehtë të fëmijërisë. E burrin e mplaku pritja për gruan e vetmuar në lotën e fshehtë të dashurisë. Të dy të plakën në largësi, duke u përqafuar në vetmi. Faleminderit. Ju faleminderit, ftojmë poetin Lindit Ramushi Dushku nga Gjilani. Udha e kthimit. Me harru që ka kam me marrë mbas veti në një valigje thurën prej smires e të likve. Andrat janë mesazhet kohnave të kalume dhe atyne që vinë. Qelë buze dhe me i thanë zashëm si urdhën kujtimeve. Mi fry tana gjethet si vjeshta e me ne i gjveshun pa turp, mi a gjujt vetën e brëndthu me shiut, ashtut për vlume, mbështjelun ngosht, me marë fryme dhe kur lutja i ka humbë fuqit, shqiptu e fjallë të shërimit. Aty mbesin ernat, e zani kombuem veshit, dyshemen me gjurëm që tash qojnë veç drejt shkymjes. Thirja vjen nga fili, turi nue, e ty të them të due, në vëllnil shoj vajin edhe kangen e këthimit. Udha që knohet një nullave të gjumit e kangëve të malit, prej fili lullon trupi. Udha e këthimit është gjamë, e ndjehet si kur hapet legeni i nanës me lefmija, a i delsjashmin prehen të kajt, a nana aknon pregzimi. Jani se kalzon udhën e këthimit në prehnin e praruem sysh. Në të njëjtën kohë kur universi mund shumë fishohet disa herë vetën të tonë. Faleminderit. Faleminderit. Në radhën e vazhdojmë me poetë të tjerë. Ftoj zonjën Klejda Plangarica nga Tirana. U hidrite mes barierave të piksimit. Mos u spraps. Nëse ajo fije e holl mendimi, vetëtiu të ty, bëzaje fort, vishi fjalë, hidhu asaj rrugë pa fre, mos u spraps. Nëse një pikë të ndalë rrugën, të vëgardh, ti shtoj dy të tjera pas. Gjdo kishim bërë në jetë pa reticencat. Si do t'i kishim qarë një shteg mendimit për të lundruar larg. Mos u spraps. Nga presjet tinzake rrugës, ndalese shkurtër janë. Një bulës sysh, një rikë frym, mos u spraps. Ajo fije holl mendimi, puhi drita është, jo flak. Faleminderit. Vazhdojmë me poetë të tjerë. Poetin Mehdi Krasniqi nga Malisheva dhe një poezi tjetër që vije jashtë konkurencës nga profesor Mehmet Ali Rexhepi nga Gjilani. Shpërfillje. Më ra një pik në fjalë dhe sythi saj u prek në shpirt. Ja pash hien që i doli nga lëkura dhe mbështet për muri, si dashnore për zëm pas puthje shnor të vonat natës, ku të gjitha dyert e zemrës janë mbyllur dhe Zoti ka fjetur në divan. Këmishën e shpërthekuar, nxjerr nga krahët, varur mbi supe, si deg molle e thyrë në pikën më të dobët, ja pash dhe rënjën pa zhurë. Vetun heshta duke ngrënë me sy uritshëm trohat e vetmisë saj, përtej kufirit fjalës, pikës e rënë në pikë pas shkronjes së fundit. I rash telave të kitarës, si kur udhës këmbë pas këmbe, asgjë më pak, melodi e heshtur, shkelur pentagrami saj, shkelur gjerë në rënë. Në pjesën e prapë me të mallit,
Një dhomë kujtimësh zbrazur, gjurmë, letrash, grisur, rimët, kocka fjalësh, shenja puthjesh, qëllimshëm lënë pastore. Pika e rënë, shpërfill që mund të bie edhe nga rënja. Faleminderit. Respekte për gjithë ju. Agimi 1963-1999. Lirin edhe kur nuk e shihte i vizatante shtrirjet kontureve, i qasej sinjet të dashure të mbërthyer, në mes ferrash të gjalla, prangash, zinxhirësh, e cejakësh e sy gacash. Asaj ja hapte një shteg në fletën më të bardhën të zemrës. Dhe mos nëse fleta e bardhë nuk jo shte ndjesi, hapi arterin e kuqet të ngjyrë të penën me brushë. Atë botë të trisht të cenzurës, veshi, syri, ja thornin mitin për bilqit. Agimi si agim, deshi që shante ëndrat e ngjyrosura kuqezi. Fusha kishte sy, mali vesh. Lëvronte të mbillte mëtime me shkrola gastrës së tij hullive. Shpalimi i fletës tek akcili zgjante kop dhe stri. Ai donte të hidhte hapat nga gastrave të gjysherve. Andej këndej tela gjëmbur, akull kallnori për sllin ngushti i trupit, këmbët i shtrinte te i shtratit të prokrustit. Liria nuk ishte vetëm ngjyrë të bardhë, ashtu si shtjellohej në tabelën e zezë. Nën portretin paqësor të perandorit, s'kishte si të shkruhej ndryshe mbi të zezën, pos me shkumbsin e bardhë. Ishte soj lirie që ndërsente hijenat e tërbimit që lehnin agimit. E bardha dritë nxirosej sterë prej kafshimit. Idileve të prallës mbrehej tehu i sopatës në pragun e nënkresës e fshinit. Për prerje qafësh bukurisi vihej në sonk jeshia. Le të mbahet e lidhur në një shije ngjyrë. Në klas krejt gatrueshëm trajtësohej nyja dhe evoluimi. Si mund të fluturante në katërsi një shqipor? Dhe veç se e bardhë dhe vetëm ajo me emblem ortodoksizmi. Në një simbol valonin drapër e qekan, bashkë me kalli, korte dhe jetët drapër. E i thynte me qekan kafkat slavë. Buzëqeshjes gjysmë hapër e gjysmë fshehur të diktatorit, tej për tej dritijeve i përshkuan shigjetat atë sinizëm të kulluar. Dhe agimit para si mbret i botës nga fjallori djalëshar i zhubrosur, në malë koshare i shpalohej sinonimi. Shkrorat e fshehura në fleta po i mërnin trajta plumbash e predhash. Çfar alkimie për te një akademie. Ëndrat e shprushura po ktheheshin në zjarr tytash. Përderisa buzbrëmtat ja pothnin dremitjen në prita, e nuk i trembej predhave të verbërimit. Tashma, agimi po e hedh prarimin e prillit mbi legjendën e brendshme të sinonimit. Faleminderit. Ju falemderit, ftojmë poetën Minivere Muja Maka nga Kamenica dhe më pas poetin Brend Buzhala nga Klina. Jetës si vëpaj. Me buzë të heshtura në vite, unë buzë shkrumuar a grua. Zog pa këngë, por krah që ka mësuar mos të bjerë,
se zërin e varrosa në vite që ti mos ta brisje. Unë jam ajo që në agime shiu marë frym cop, si dritë që qarë në shtrangat në gjamin e lagur. Sot të ngrirën buzëqeshje, në kalendar të viteve kam lënë, si plag e mbyllur pa ilaç, kohë rëshqiti nga dalga me zhurmë, në shqit rëfeshëm, në lot e në dhimbje fjallësh, sepse shumë të kam dashtë. Sonte mos më thirë, këmish të bardh kam larë atë natë, në harrese thava me shpirë të vrarë, si robë zije që nuk veshet më. Unë nuk jam zanë, jam grua gurë që andrës i mbjetoj. Në zemër mbaj një faj që rahë si zemër e dytë, pse atë shumë të kam dashtë. Unë, bus shkrumuara grua, jetës si vepaj. Faleminderit. Përshëndetje, me qënë se ndesha një ndërhyrjet e sapiti, unë kom konkuruar të vërtet, po kësaj radhe kisha dëshirë që mos lexoj kodët konkurrencës, po jashtë saj. Një poezhi, që kom lexuar më parë për Akim Ramadanin disa poezhi kështu, po e kam një tjetër kësaj radhe. Faj i fjallës. O Zot, faj ishte i fjallës. Faj ishte i fjallës pse ishte e para, pse doli për para heshtjes si një dritë që s'dinte ku të binte. Ajo trokiti lehtë, trokiti në botë pa përvojë, e zhveshur nga kuptimi i plot, e prish si një qenje që linë, si një fillim që ende nuk e një fundit. E ullëm në fronë, i dham koror për i kuptimesh të huazuara, u bëhyni me detyrë përkohshme. Edhe fjallës i dham uniforma ndryshme. Një për dashuri, një për luft, një për të vërtetën që vishët rrallë dhe disa për raste që kur nuk dim çfarë po them, po themi e veshëm si pas frikës sonë dhe herë bëm flamur që valë vitin mbi kokat tona, herë këthym në armë, që plagoste e vrishte dhe kur na duhet e ishim të zhveshur, të pastë përballë njëri tjetrit, i hadhem mbi supe kostume të rënda, që s'na linin të merrim frymë. Fjala ishte Zot. Një Zot që e ndrojmë shpesh, si pas modës e mendimit, si pas erës që frynë në për kokat tona. Kur na zhgënjen, e zbresim nga altari, e quajmë nga bim gjosor, ose e fusëm në fjallor si relikte. O Zot, faj ishte i fjallës. Të paktën, kështu ne themi, sa herë nuk merrem i vesh. Fjalla gjithmonë gjendet në bankën e të akuzuarit. Si të kishte zgjedhur vetë, në cilën gojë hynte. E fajsojmë si një dëshmitare të dobët, që nuk di ta mbajt vërtetën e këmbë, që dridhet mes buzëve tona dhe bie hundë buzë për tokë, pa u dëgjuar si duhet. Dhe në fund, kur fjalët lodhen nga pesha që u adham, ato fillojnë të bijnë
një nga një si gjetët që kthehen në tokë. Faleminderit. Ju falemderit, radhën e vazhdojmë me poetin Qazem Thaçi nga Prizreni dhe më pas me poetin Selvete Abdullahu nga Zhegra. Spari përshëndetje për familjen e Agim Ramadanit, për ata që organizojnë këtë event kaq të rëndësishëm për të mos harruar kur gjakun e dëshmorëve. Kam shkruar një poezi pikërisht për këtë çështje. Piktura e diellit mbi koshare, për kushtim komandantit Agim Ramadani Katana. Kur u nise me mallin e Zhilivodës në Rlisa, kallazishta e livadhi i verdh për urdhë të Latinit, nise për ta portretizuar me vargje brush pikturën e diellit mbi koshare. Me operacionin Shigjeta për ta bërë drita të dhëmë, nga ti dhe shokët tuaj mësuam se atë dhe është gjaku, është autoudha, spitali, shkolla. Është më shumë se kaq. Fjala e pesa e pashtrikut, ninulla e nanës, dashuria e gruas, flijimi për liri. Atë dhe është jo vetëm kaq. Si shte mësove edhe me shtjerje të syve, po së vrave për atë dhe e liri, e prapë si kur themi, gjaku yti mirë për zaton nga rasa e zogut në abetarën e dashurisë për Kosovë. Hero Agim, ju rodhmasim lavdin tuaj me dhemjen e madhe të atë dhe u tonë, e prapë në kopertinën e abetarës e shojmë diellin e pikturuar mbi koshare me gjakun tënd dhe amanetin e shokëve tu se Kosova është vetë liria. Faleminderit shumë. Përshëndetje për të gjithë. Stinët ngjallin trishtimin. Pranvera vjen me elegjit, e lule pëzhuret morën forma të sheshta, në vetëlindjen e herojit, vajet për dëshmorët prekin kupën e qiellit. Bëhen buloj për lëndinat e bleruara, me petkun e agimeve të hershme, aty ku gjaku u bë sinonimi çdo lule, piknisje e një pranvere klëtueme. Gurët mbajnë gjallë heshtjen, zbathur vjen era e përgdhel malin, qetësisht ulën pranë e presin stinët, në një horizont të hapur, me një copë shpirti që digjet fort. Amaneti nuk u shua as kur adheu u dridh nga të meri, me turmat e njerëzve në ikje, e trojet tona të plagosura lënguan në petkun e zi, aty ku themelet e historisë u ndërtuan si murët e kalasë rëzafës. Vinë i lirjet e uta si pladi mëngjesit, për të shtruar udhën e lirisë bashkë me trimërin e agimit. U lëkundën varët e të parëve. Në zgjema dheu për përliti tri shkronja. E amaneti për atë dhej pulsoj si tiktaku i orës, ju bashkuan thirrjes së Skënderbeut, ati pasardhi si të pirës së epirit deri në flejim. Në përkëngët kreshnike valzon drita, si flamuri në erë. Herojt me një copë harte në zemër, lëvizin gurët, fushat e malet, e tem u bëliria si drita e djelit, e përjetorët lëkundën letë si dalgët. Sa poema ka lidh arti me pikturën e lirisë. E opera Mrika volosi atë skendi kur. Me portretet e martirëve të gjallë në mur, ajo plak
nuk mbyllët dot, edhe kur qielli ngryset e nuk ofshal, edhe kur loti rjedh e nuk qan. Ata gjasojnë si rrezë dielli, e ngrohin tokën arborore të larë me gjak ndërshekuj. Ata thyhen me zvargjësh, sa të shkrin një acar dimri, mbi vargmalet e kosharës, e mbesin gjurëm të kuqe pikojnë si vesa e mëngjesit, ku lag nga dal fotografin e një luftëtari në kohën e epopes sa dhejot. Ju falenderoj. Ju falemderit. Vazhdojmë poezinë e poetit Sevdail Demiri nga Kumanova dhe më pas e kemi një poezi tjetër që vije jashtë konkurencës që për ne sjell poeti Shevqet Dibrani, i cili ka ardhur nga Mërgata. Përshëndetje për të gjithë, në veçanti për familjen e herojt Agim Ramadan. Poesia ime mban titullin Vula e Bashkimit. Një nisje hierënd nga Karadaku plak, shtigjeve gjarpërore të atë dheut shtatë prerë. Me një sy gjumë shteron natën, me ty duar hap agimin e liris. Në koshare pastron mizat e llumit pas një shekullit të përvuajtjes. Pranver 1999. Agimi zbardhollon më i freskët se kur, në balë i shndrit liria. Prej atëherë, aty më nuk ka as vija, as shkrabla e as kufi. Aty ka veç lule lirie, një poezi dhe një piktur me Vulën e Bashkimit, Agim Ramadan. Jo, përshëndes. Poezia ime është një fragment i një poeme, rrëfimi i vënuar, letër e pambaruar për Agim Ramadanin. Agim, po të shkruaj sërish, po të flas nga kjo onë e heshtjes, nga kjo onë ku fjala më është bërë plagë, ku premtimi më rëndon më shumë se sa dheu që të mbulon ty atje në koshare. Nuk po mundem Agim, tash erë pranvera e radhës e unë nuk të erdha as si vjetë me këngën e premtuar, sepse fjala që të dhash më është bërë plagë, dhe kjo plagë nuk mbyllet as me kohën, as me harresën, as me lutje. E di Agim, ti më pa të kërkuar këngë, e unë kur të premtova poezin nuk bëra gabim. E kam thonë edhe më parë, por sot po e them më rëndë. Më thellë, as kjo poem nuk të mjafton. Po kënga është për të gjallët Agim, për dasma, për lindje, për hare të shpërndarë në ajrë, jo për krismat që të mbeten në përjeshtra, jo për plagët që nuk i mbyll asë një pranverë, po kënga yte Agim është liria, prandaj por i kthehem me këtë fjallë lirike, me këtë poem që s'di të këndoj, po di të qaj të kërthas, po di edhe të rrëfej për mallin tim, si kur të rrëfej për herë të parë para Zotit, dhe para fryme sate, para te Agim i agimeve të mia, ty që je bërë njësh me tokën e Kosovës atje në koshare. Ju faleminderit. Ju falemderit. Kemi mbërritur të dy poezit e fundit të këti edicioni, por kuptohet që nuk janë të fundit sa i përket rëndësisë, por janë të fundit nga kjo raditje kronologjike. Kemi nderin që
si mysafir nderi e kemi edhe poetin Gjeladel Gjepi, I cili një herazi është edhe fitues I vitit të kaluar të muzës së agimit, andaj ai vjen sot për të lexuar një poezi jashtë konkurrencës. Pas tij vjen poeti tjetër, Xhelal Rahmani nga Zhegra. Ndjeni ndëruar që dhe njëherë mivët rastit përshëndes njerëzit e vendlindjen e Agim Ramadanit lau kontit të Kosovës. Kam zgjedhur të lexoj një poezi me titull S'duhet të vdes këtë natë pa hënë. Poetit Federico Garcia Lorcas. Skuadra e pushkatimit qëndron tek atitu 10 ushtar, 10 pushk, 10 fishek, gati për zjarë, presin urdhrin e komandantit Këmishazi, qetësi morbide. As një fije drite mbi granat, as një vetëtim në Spanjë, poeti duar lidhur pret pushkatimin e strembët, brit me ati terën e shpon, si me thikë. S'duhet të vdes këtë natë pa hënë, s'duhet të vdes këtë natë pa riga shiu, pa tinkuj të kitarës pasti madrigal, le të vdes e parë dashuria, pas saj le të vdes dhe unë. Marimangat e harresës me ftotësi bore, let mi mbulojnë në prushin e dheut me lirika, mbi Spanjë të këndojnë, pastaj bilbilat. 10 kriminal, 10 pushk, 10 fishek, si një vodhën tym dhe dilema ime, e para ishte dhimja a krismat, rafalet e vdekjes, ende bote I dëgjon, e shqyrdohet. Përshëndetje, ashtu kështu jo me dhe I maj vogli për I vlasnime I fundit edhe të fundit pas kalon, mirë është. Poezia mban titullin Anatomia e fjalës. Gjithçka që duhet të ndryshonte ishte vetëm një pauzë. Shkronjat I ngjyrosin fjalët me ngjyra që si kishte regjistruar as Ylberi. Numrat e kishin marrë kuptimin më herët dhe prapë nuk e mbanin peshën e tij. Jeta nisi me një fjalë, pastaj fjala humbi zërin sepse mungonte. E vetmja gjë që mbeti e qartë ishte koha kur ndërtonte kurtha për njerëzit e veçë. Faleminderit. Si që tërhendi, I ftoj antarët e juris që të tërhiqen, që të kenë kohë dhe hapësirë të mjaftueshme, që të kthehen përsëri këtu me emrat e poezive fituese. Gjatë kësaj kohe që ne do të qëndrojmë në sallë, më duhet ta ftoj përsëri poetin Shefqet Dibrani, që të evokoj disa kujtime për figurën e Agim Ramadanit, nga që ai e ka njohur Agimin nga afër, gjatë qëndrimit të tij në Zvicër. I nderuar, fjala për ju. Një përshëndes të gjithë, e nderuara familja Ramadan, e nderuara Shukria, vllave Agimit dhe djalit që jeni këtu dhe tjerë familjarë që ju keni bashkangjitur familjes pak më vonë. Sigurisht nuk se të djalit. Unë kom pas dherën edhe fatin të njoh Agimin personalisht. Dhe se cili njeri, mendoj në shpirtin e tij, se cili njeri edhe këtu në sallë është një personalitet në vete dhe duhet të rrëfim të vërtetën e vetë. Shumë heroj janë zbejë dhe kanë nisë harrohen sepse se kanë pas një pasars, një partnere, si që ka pas fatin të ketë Agim Ramadanit Alen Shukri prapa dhe personalitetin e Agimit të ngrit në këto përmasa, sepse se cili njeri që ka shërbye
herëve të Kosovës, për masa që ka bu Gjelani, Shukria dhe shokët e tij në Zvicër, sot janë pjesë më e madhërishme e historisë dhe lirisë të Kosovës. Me agimin kemi majtë në qendrën kulturore aktivitete. Unë kam qenë pak më largë sa ta që kanë qenë Syri dhe kom pas fatin të një personalisht. Edhe këto fletë, nëse janë të libër të parë me poezi, kom pa originalin në dorë, dhe fati ka desh që libri para se të botot vjen edhe në dorët e mia për konsultime. Pastaj agimin e kemi pas bashkë me Shukëria një aktivitet në qytetin tonë atje kom jetue, ka pas një ekspozit vogël të hapër bashkë me disa autoritetë në një takim për komunitetet, dhe deri më sot nuk njohun asnjë personalitet në Zvicër që me dinjitet i ka shërbyer lirisë të Kosovës së sa Agim Ramadani. Agimi ka qenë shpirt artisti, siç e ka dëshmuar me pikturën, ka qenë shpirt humanisti, siç e ka dëshmuar me poezinë, ka qenë luftëtar që për atë ngjarje kam folë dhe tjerë, dhe unë jam njeri më sot për nduke më nderuari që kom qenë mik i tij, ka qenë shpe personalisht, kom qenë në shtëpinë e tyre, në Zvicër kuptohet, dhe sot ishte e pashmangshme mos prezenca ime pasi qëllova në Kosovë. Unë familjes Ramadani i përgëzoj dhe duhet të një krenar ton jetën, çfarë personaliteti keni pasë në familje, Shukria, çfarë bashorte, djali i tij çfarë babe dhe të tjerë të vëlla e farefestin. Unë s'kam shkel gjatë më tutje, po vërtet këto takime do të majmë për jetë gjallë fryme në Agim Ramadanit, prandaj ky organizim dhe organizimet e tilla në emrin e tij do të na rikthen kujtesën tonë jo vetëm të agime, po mos të harrojmë edhe sakrificën e tyre që bën për lirinë me po zhërate me qaraveqet tona nga rendje mas pasurisë e veprimeve që nuk kërkush që ka dosh Kosovët. Jo faleminderit juve gjithëve, familjes Agim Ramadani dhe heraj e përgëzoj dhe duhet të një krenar për një personalitet si Agimi që ka qenë. Faleminderit. Para se juria ta jep verdiktin e vetë final, unë kam një njoftim të rëndësishëm për juve pjesëmarrës dhe për gjithë neve që jemi këtu. E kemi edhe një eveniment i cili do të organizohet pas kësaj akademie, do të bëhet zbulimi i bustit të Axhës së Heroit Kombit Agim Ramadani, Zotit Fazli Ramadani, i cili me humanizmin e tij dhe si infermieri i parë në zonën e Karadakut, në Grykën e Karadakut, ka bërë shumë për këtë popull para lufte pas lufte. Pas këtij takimi te ambulanta e cila e mbon emrin e Basit Fazli Ramadanit, do të takohemi bashkë, ta bëjmë zbulimin e bustit e për lexuesit të cilët kanë qenë sot në këtë muzë të agimit, kemi një drek të restoran Anesa pranë shtatorëve të Shaban dhe Sami Ukshinit. Faleminderit shumë. Përshëndetje, jam Arieta Dërmaku, Rushiti nga Kumanova. Poezia ime titullohet Kujtesa në kornizë. Kujtesa vjen me erën peng, mbi çepallat në hijezim kohësh, shigjeton piknisjen pandalim për të prekur ëndrrën. Atje ku brigjet shkundin pluhurin, pas rëbeshit të shiut, dhe ngritën me vonesën për rrezet e diellit tim. Hija pikturon ylberin, bashkë me pikat e shiut, aty ku pritja lidhaton lotët.
vetëm kur flakërojnë sytë errësirën. Harrimi deporton në thellësi ngjyrash dhe rizgjon aureolën. Për të shkreptimës në fletët kristal, kur dita valzon folen pa vdeksi. Në djepin e ninullave kumbon melodi zemre, kur trarët përqasin në muret e përvajshëm, për hapat nga trestare të ati moti thellësi, dritërim e zemrës mund ofshamën. Agu im shpalos hartën hynjore, kur kushtrimi valon maje lisash, e mes rënjeve toka buqet, dashuri muzash përjetësisht. Faleminderit. Të nderuar të praneshëm, në rast që nuk e shqetësojmë, e kisha lutur zonjën Shukri Ramadanit që të na nderoj me një fjalë, dy fjalë, sado që ajo është e arsyeshme, sepse vetë prezenca e saj neve na nderon. Kështu që nëse nuk lodhem shumë, nëse keni mundësi me ardhi deri këtu. Përshëndetje për të gjithë, ju falenderoj nga zemra për pjesëmarrjen tuaj të përvitshme në këto evente që bëjnë deri juve, por neve në veçanti. Nuk do flas, por do e lexoj një poezi me qenë se jemi në orën letrare, një poezi që se di kur e kam shkruar, po e gjeta këtu. Besova se dashuria më e fortë se vdekja është, e çdo ditë prita, drasa ti thesh, e me shkëlqim në sy e buzëqeshje më gjepse, nga gjumit më zgjosh, duke më bindur se ëndër e shkurt do mbeti dhimbja ime. Azanët e orat i mira mas i besoj, se me ty kena tje kus ju gjej dot. Edhe Gjafrit e legjendave lëkurin e ka ndru, e në vend Trojës zezonën shpikuna e sjellin. Asgjë nuk është si e lejë, dhe ëndrat që i ndruam ti e unë. Asgjë nuk është e njëjtë. Gjafrit janë qartë, e frimen për na i zanjë e përbin edhe orët e mira të atë dhejut. E zanat e molisfera ikën te i maleve në të qalje. Martimi po në ndjekë si kanë nga spras me e vales në vendin tim. Djelit si besoj ma, e kryqo për hanë nga shtërzimet e frytit e lmuem. Orët ikën të qafje e gjarpit i zhveshën e kurat e rojës. Zana ju plasë sytë nga teljet meri që panë, a dashnia vdiq me shpresat e syme. E u si nuk kanë një krusht të fort, e ti bie, ati që vret dashurit, ati që këput shpresat, e migullon pamjet e syve të zemrës. Fort i kisha mshu atyre që lëndojnë orët e bardha të dheut e të dheutim, dhe qafi kisha qu dreqin e dirin për pak qëtësi të shpirtrave që lirin me gjak në adhruan. Faleminderit. Atëherë më bëjtë edhe një poezi tjetër që kam shkruar për herojnë Nagem Ramadani. Poezia mban titullin Herojt. Një puro e ndezur bën mjegull para fytyrës së tij, të ngjyrosur me dy gishtat e paqes, me dy ngjyrat e flamurit arbëror. Ai shikim shqiponje që s'harrohet për jetë, uniforma ngjyrë maleve të kosharës, e bjeshkëve i lire. Lartë mbi kokën e trimit shndrisin 3 shkronja të arta, në kapelen që hiqet me nder para çdo dëshmori. Për vite ishte errësir, komandant, ju erdhët si reze art, agoj përsëri, katana për jetë lavdi. Ju falenderit. Përshëndetje për gjithë, respekt, familja Ramadani dhe gjithë tjerëve, dhe ishtë atë kontriboja one, se sot isha është prezent, po jashtë konkurencës. Unë jam Fadilja Bozi nga Vitia. Atë dheot s'ka kur shishkruan e lëzhe. Atë dheo em shtrijet për te i bishkës me shi, për shdo dit
vështroj lindjen dhe perëndimin e tij. Është pjesë pellgu e një grupe ekliptike, plot mbetje në irte balada e mite nga historia. Është po si një kala me porta gri, ku hynë e dalin politikanë me kollare, populli jeton me një copë pjell, që ngrohen ndrat e veta me një copë buk, pa kripe zemër dhe një copë tokë dheu që ruan për të vdekurit që s'kan varre. Është si një datë mbushur premtime nga ekoliderët që ndonojnë të ardhmen, ku njerëzit fundosen bashkë me dëshirat, duke mësuar çdo ditë notin e jetës, e fluturojnë në valsin e erës dhe shpresat e vara mbi një iceberg. Po ashtu është një vend me plot dhimbje, lot, pështyme, sharje, sare, çaj me shaj, e gjumi rahat se bojmë. Bota zbretna përkund me ninullat e moqme volkanike. Adhëojmë është një vend mirazh ëndrash, me përmendore ku falen patriotët e me shpirtra, shtëpia të Zotit, ku lutën mëkatarët. E për adhëon tem, s'ka ku shkruan e lëzhe. Ju falënderit. Faleminderit Zotri Shevqet Dibrani, faleminderit e nderuara Shukri Ramadani, faleminderit për gjithë ju poet që i ndat poezitë e juaja bashkë me ne. Me qenë se juria është gati, në emër të jurisë, ftoj zonjën Zyrafete Shala, që të na njoftoj me 3 poezitë më të mira të këtij edicioni. Përshëndetje të nderuar të pranishëm, unë jam e nderuar sot që jam këtu në cilësinë e jurisë në këtë manifestim letrar që i dedikohet herojit Agim Ramadani. Në përgjithësi, unë nuk jam për këto karakteret garuese të poezive, se mendoj që gjithmonë më mirë është t'i shijojmë ashtu poezitë se sa t'i shohim në garë me njëra tjetrën. Megjithatë, këto manifestime ekzistojnë dhe duhet t'i respektojmë. Pasi kemi lexuar poezitë me vëmendje edhe në shtëpi, se kemi pas materialin, edhe pasi i dëgjuam këtu, ne kemi bërë një përzgjedhje të disa poezive si më të realizuara, ndërsa disa të tjera edhe pse kanë një temë qëndrueshme, ndjeshmëri, sjellin motive të rëndësishme, megjithatë sikur nuk u është dhënë ajo dora e fundit që të perfeksionohen, përpunohen deri në atë nivel sa për të arritur te çmimet. Unë po filloj nga pozita e 3, domethënë çmimi i 3. Dhe për secilën prej këtyre poezive po e lexoj nga një tekst shkurtër si arsyetim pse është përzgjedhur ajo poezi. Në vendin e 3 kemi poezinë Ka ditë si kjo ditë të Albina Idrizit. Është një poezi që dallohet për ndjeshmërinë e saj lirike, për një figuracion të pasur që e ndërthur kujtesën, kohën dhe përjetimin për të. Autori ndërton një atmosferë poetike të qetë dhe të thellë, ku simbolika e ditës dhe e kujtesës merr dimensione të veçanta emocionale. Poezia arrin të komunikojë natyrshëm me lexuesin, duke ruajtur një ekuilibër të mirë mes estetikës dhe përmbajtjes, që ka e bën atë një realizim të ndjerë dhe të përpunuar brenda këtij konkursi. Urime Albina. Çmimi i dytë është për poezinë Shpërfillje të Mehdi Krasniqi. Poezia dallohet për një koncept origjinal dhe një ndërtim të qëndrueshëm poetik, ku përmes një gjuhe të pasur figurative dhe një strukture të kontrolluar, autori arrin të krijojë një univers të brendshëm të ndërlikuar, por të realizuar. Boshti metaforik i pikës dhe i fjalës zhvillohet në mënyrë konsekuente përgjatë gjithë poezisë, duke marrë funksion simbolik dhe duke shndërruar atë në element organizues të ligjerimit. Urime Mehdi. Çmimi i parë është për poezinë Puhi drite të Klejda Plangaricës.
Urime tuaja. Poezia e Klejdës është një poezi konceptuale dhe moderne. Është konceptuale sepse nuk mbështetet kryesisht të një ndjenjë apo rrëfimi drejt për drejt, por ndërtohet mbi një ide qendrore të vetëdijshme. Këtu ka një metaforë që e përbën boshtin e poezisë, që nuk është e rastësishme, është metafora e shenjave të pikësimit, që shfaqen si pengesë, ndalesë, pastaj është mendimi, rruga, lëvizja. Kjo qasje moderne dhe përpunuar e bën poezinë të dallueshme në planin estetik dhe komunikues. Urime. Faleminderit edhe një herë Juris. Lusim poetën që poezia e parë u shpërblye me vendin e parë, që të vijë këtu në foltore dhe ta lexojë edhe një herë poezinë për gjithë publikun. Faleminderit. Ishte vërtet befasi për mua, sepse realisht nuk e konsideroj një ndër poezitë më të mira të mia, por është vërtet shumë kënaqësi që është vlerësuar nga njëri që e çmoj. Unë gjithmonë them që nuk ka rëndësi çmimi që jepet, po varet se kush ta jep atë çmim, dhe unë vërtet ndjem e nderuar në këtë rast. Puhitrita mes barierave të pikësimit. Mos u spraps. Nëse ajo fije holl mendimi, vetëtiu të ty, bëzaje fort, vishi fjalë, hidhu asaj rrugë pa fre, mos u spraps. Nëse një pikë të ndalë rrugën, të vëgardh, ti shtoj dy të tjera pas. Çdo kishim bërë në jetë pa reticencat. Si do t'i kishim qarë një shtek mendimit për të lundruar larg. Mos u spraps nga presjet të nzake rrugës. Ndalese shkurtër janë, një bulës sysh, një rik frymë. Mos u spraps. Ajo fije e holl mendimin. Puhidrita është, jo flak. Urime fituesve e suksese edhe për poetët e tjerë të këtij edicioni, të cilët e begatuan muzën e agimit me krijime të reja për të cilat ju jemi shumë mirënjohës. Të nderuar zonja dhe zotëri, ju faleminderit për pjesëmarrjen tuaj dhe që e keni nderuar edhe më shumë figurën e heroit Agim Ramadanit dhe të këtij manifestimi. Ju lutem që para se të dilni ta bëjmë një fotografi të përbashkët që ta lëmë si një lloj vule, si një lloj dëshmie të mbajtjes së këtij organizimi. Ju faleminderit shumë gjithësisht. Nderuara familja e heroit Agim Ramadani, të nderuar pjesëmarrës, i nderuar general Seferi Sufi, të nderuar shkrimtar, poet të gjitha trojeve etnike shqiptare. Sot po qëndrojmë këtu pallhapur
para bustit të humanistit dhe veprimtarit të ditëve të para të kombit shqiptar, infermierit të parë Grykës së Karadakut, Fazli Baftiar Ramadani. Fazli Baftiar Ramadani lindi me 20 gusht 1934 në Zhegër. Në vitin 1957 ka kryer shkollimin e mesëm teknik medicinal infermier. Nga viti 1959 fillon punën profesionale në ambulancën e Zhegrës deri në fillimin e luftës në vitin 1999. Pra, mëse 40 vite, i shërbeu popullatës dhe Karadakut duke përfshirë 20 fshatra me rreth 18.000 banor. Për herë ishte në nivel të detyrës dhe i pa përtesë në ofrimin e shërbimeve në zonat më të larta malore, kontribut të veçantë ka dhënë dhe në edukimin shëndetësor në atë kohë. Ai shpesh fal përvojës, përsosjes dhe kompetencave praktike profesionale ka kryer edhe puna tjera shtesë. Mungesa e mjekut të përditshëm në këto treva ka mobilizuar teknikun Fazli Ramadani që të merrte rrugën e gjatë deri në 30 kilometra rrugë udhëtim në këmbë, vetëm që popullatës në vendet kodrinore malore, sa ishte edhe fshati Stanqiq, që ofroi së paku një shërbim dhe terapi fillestare, duke qëndruar me një nga një javë. Po flasim për vitet 1963 dhe 64, ku ishin përhapur smundjet e ndryshme epidemike si hepatiti apo sarillaku, TBC, kolla keqe, fruthi e tjera. Qëndrimet javore dhe 10 ditësjet e teknikut medicinal Fazli Ramadani ishin prezente në fshatin Burinc, pikërisht në odën e Haxhi Bekteshit, në odën e Molla Shukri Mirin Stanqiq e tjera. Shkuarja, qëndrimi dhe dhënia e ofrimi shërbimeve shëndetësore mjekësore me ditë dhe javë tëra në malsinë e Karadakut, duke sfiduar kushtet atmosferike, verë, dimër për infermierin e vetëm këtyre trevave. Ishin të kalueshme për ndihmën e ofruar popullit të Karadakut, shpesh e quante doktor Fazliu. Shpesh terapis 600 me javë dhe muaj, por Fazli Ramadani në cilësinë e teknikut medicinal dhe shpesh bile dhe në rolin e mjekut i përfundonte me sukses. Kemi shembullin praktik të rastit të pacientit Hisen Ramadani, Nasufi Sufit, Ifat Bislimit, Nisim Bajramit, Salia Ivazit, Ali Aliut, Faik Rustemit e të tjerë. Edhe gjatë luftës më të re në Kosovë, në vitin 1999, në rastin e shprengulles qytetarëve të Zhegrës, Skifteraj, Revnik, Vladov, Nasal e tjerë, në stupën e ullë, Baci Fazli, bashku me doktorin e Ramadani, i dhanë ndihmën e nevojshme mjekësore me dhjetra të plagosërve dhe të lagja Theralit, stupla ullë, me rastin e ndërhyrjes ushtarake të ushtrisë dhe paramilitarëve sërbë. Hyrjet fshati Skifteraj me datë 13 dhe 14 1999, Fazli Ramadani dhe në jetën politike lokale ishte i angazhuar, ishte kryetar me 2 mandate para luftës e Kuvendit Bashkisë Lokale në Zhegër, kryetar i shoqatës së gjyqtarëve në Zhegër me rrethin, po ashtu me 2 mandate delegati i konferencës së mjekëve në Prishtinë. Në 18 prill 2018 në orët e jashtme të mëngjesit, pas një smundje të rëndë, ndroi jetë humanisti, punëtori i palosshëm shëndetësor dhe pionieri i asaj kohe infermierisë Anamorave dhe i vetmi në Karadak Gjilanit, Fazli Baftiar Ramadani. Zhegër përgatiti këtë shkrim Rahim Bajrami. Pas shkojmë kryetari i shoqatës Zheneva në Zvicër, Agim Sherikin me një fjalë rast. Faleminderit kryetar, të nderuar të pranishëm, më lejoni që në fillim të falenderoj të gjithë bashkëvendasit, bashkëdhetarët dhe të gjithë ata që kontribuan për realizimin e këtij projekti. Sot nuk po zbulojmë thjesht një monument prej bronzi, sot po përjetësojmë në zemër të Zhegrës një histori të gjallë humanizmi, një simbol të vetmohimit dhe një njeri që emrin e tij shndroi në shpresë për mirat të tjerë. Fazli Ramadani nuk ishte vetëm infermier i fshatit, ai ishte doktori, miku dhe vllau i çdo shtëpie në Grykën e Karadakut.
Në kohët kur rrugët ishin të mbyllura, mjekësia ishte sakrifis, Fazliu ishte ai që nuk njihte orar, që nuk pyeste për lodhje dhe që hapi derën e tij për kudo që kishte nevojë për ndihmë. Ky bust që po lartësohet sot ka disa mesazhe për ne. Mirënjohje për shërbimin. Është faleminderimi ynë kolektiv për dekadat që ai kaloi duke shpërtuar jetë dhe duke lehtësuar dhimbje me profesionalizëm dhe dashuri njerëzore. Simboli i identitetit, Zhegra këndohet me figura që dhanë gjithçka për komunitetin. Emri i tij tashmë është i lidhur përjetësisht me institucionet tona shëndetësore, siç është edhe emërtimi i qendrës mjekësisë familjare në emrin e tij. Urdhërofyes Bordërinit. Ky bust do t'u tregoj brezave që vinë se njerëzit e mëdhenj nuk janë vetëm ata që shkruajnë libra, por ata që shkruajnë mirësi në jetët e bashkëfshatarëve të tyre. Fazli Ramadani mbetet sinonim i elementeve pozitive për Zhegrën. Ai ishte njeriu me vlera të larta që na bëri të gjithëve krenar. Sot me këtë bust ne japim atij vendi që meriton në bazë të vendimit së tij, aty ku të mbetet rojtari i përjetshëm i kujtesës sonë. I përjetshëm qoftë kujtimi për Bathën Fazlit. Me respekt, faleminderit. Para se ta bëjmë zbulimin e bustit, ftojmë anëtarën e familjes së Ramadani për një falënderim. Të nderuar të pranishëm, në emër të familjes Ramadani ju falenderoj për pjesëmarrjen tuaj. Një falënderim i veçantë shkon edhe për Këshillën e Fshatit për koordinimin dhe realizimin e këtij projekti. Ky projekt u iniciua dhe u financua nga shoqata Zhegra Zhenev, të cilët i falenderojmë përzemërsisht për kontributin dhe mbështetjen e tyre. Në veçantë falenderoj dhe gjyshin tem, i cili me këtë veprimtari na mësoi se si të jemi human. Tash erdhi radha që fshati Zhegër të zbukurohet edhe me këtë monument për krah Idris Seferit, Agim Ramadanit, Vllazni Vukshini. Tashmë do të shtryj shtratin e tij edhe humanisti dhe infermieri i Grykës së Karadokut, Fazli Ramadani. Kemi nderin e veçantë që sot nesin tonë gjendet General Seferi Sufi, cilin e ftojmë jeton Ramadanin, Anushe Ramadani Abdullahu dhe Bekim Agim Sherifi ta bëjnë zbulimin e bustit. Egzoshmi Zhegër, egzoshmi Gryka Karadokut, egzoshmi Kosovë, bustin e Fazli Ramadani. Ricciati tamani podnieść. Dini sa ty nie spotkałeś. Me vojza, keni prenu potran. Gëzova shumë edhe që qërova pjesë, një rishoje, nga ne. Salut.
Hajde, do ulmi, do në komë. General, hajde.